Bisedimet rezultuan të pasuksesshme. Unë kam preferuar që zëvendësimi të bëhet pikërisht zotëri Abdi Gjiku, ta ketë zëvendës kryeministrin, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 3 ministri të tjera. Më duhet të konstatoj që bisedimet rezultuan të pasuksesshme, për shkak se asnjëra prej ofertave që ne kemi bërë nuk u pranua nga kreu i LDK-s. Fillimisht ne ofruam që Lidhja Demokratike e Kosovës në bashkëqeverisje me Lëvizjen Vetëvendosje dhe me partnerët e tjerë që i kemi ne në mazhorancën prej 66 deputetëve, ta ketë zëvendës kryeministrin, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 3 ministri të tjera. Unë kam preferuar që zëvendësi imi të bëhet pikërisht zotëri Abdi Gjiku dhe në këtë mënyrë të fillojmë një kapitull të ri të bashkëpunimit e bashkëveprimit midis Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ju e dini që edhe para një viti unë pata shkruar një letër kryetarit Abdi Gjiku, më mirë ta bëjmë tash se sa më vonë koalicionin. Nuk u bë as atëherë, as tash,